Radio Shari. Radio Shari. Zgjedhjet 2001, emisioni Votoni për Kosovën. Ky emision do të zgjasë deri në orën 21:10 minuta. Të ftuar në këtë emision janë përfaqësuesit e Ballit Kombëtar të Kosovës, zotëri Gjevdet Tahiri, kryetari i Komitetit të Ballit Kombëtar për komunën tonë, njëherë dhe kandidat për deputet, si dhe Miradin Qafleshi, nën kryetar i Komitetit të Ballit Kombëtar dhe kandidat për deputet. Mysafir të nderuar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë. Sigurisht ndjeni mirë në studiot të Radio Sharrët. Këtu në Radio Sharrët gjithherë jemi ndje mirë, po kur të kemi edhe ty afër një gazetar kështu si ti, me siguri shumë mirë ndje vetë. Faleminderit. Zoti Gjevdet, sipas informatave që kemi, Balli Kombëtar pra ka zgjedhur zotëri Gjevdet Tahirin, juve pra Miradin Qafleshin, Vesi Halimin dhe Shaip Sulejmanin për deputet. A mund të na thoni për çfarë arsye u përcaktua Komiteti i Ballit Kombëtar për këta kandidat? Do ta marr fjalën edhe do të sqaroj pak. Për kandidat Komiteti i Sharrit ka zgjedhur Miradin Qafleshin, Vesi Halimin dhe Shaip Sulejmanin. Kurse edhe unë jam befasue se gjatë asaj kohe që e kemi zgjedhur këta kandidat këtu edhe i kum paraqit, ndërkohë erdhi një lajm se prej qendrës më kanë zgjedhur dhe mu nuk e di, për këta tre do t'jap arsye. Do t'ja nisim prej Shaip Sulejmanit e deri te Vesi Halimi. Unë e kam bë këtë me një arsye, me një shkas që si ne që e kemi. Shqipnia e Veriut, që do më thonë Kosovë me prej shefe Bujanoc, Shqipnia mesme dhe Qameria. Poshtë. E kam bë se e kam vrejtur këtu në komunën tonë një ndatësi lokale, e për atë e kom marrë një kandidat prej Zaplugjës, një prej Belobradit dhe një prej Shajnës. Të më thonë që ti bashkojmë edhe ta hekim atë lokalizëm paka a shumë që ekziston këtu të na. Për këtë, kjo është arsyeja pse na i kemi zgjedhur. Këtu nikosisht janë tjemtri të mirë që mendojmë na me zgjedhjet e ardhshme komunale apo me zgjedhjet e ardhshme parlamentare, jo këto, po mendoj me atë Kosovën e pavarur që do të shkojmë drejt bashkimit kombëtar, këta do të kanë kohë edhe do të piqen, kanë kohë të punojnë, kanë kohë ta tregojnë veten se kush janë. Kaq kështu shkurtimisht desha të thënë. Zoti Gjevdet ju dhat për Miradin Qafleshin, Vesi Halimin dhe Shaip Sulejmanin që u zgjodhen nga Komiteti i Ballit Kombëtar këtu te ne, ndërsa ju unë vetë edhe këtë thëm për këtë do të kërkoj arsye në qendër, në Ballin Kombëtar qendror atje, pse më kanë propozuar që isha i befasuar të kisha edhe një numër rendor bukur në alt. Nuk e di, nuk e kam shti pyetje, megjithse këto ditët kemi pas edhe ca të lashe. Balli Kombëtar, jo po mendojnë nërmjet vetin parti, po dikush na i ka bë, kush është, ajo do të zbulohet ndoshta më atje. Për atë nuk di, për këtë mund çdo kush i elektoratit ose kush do tjetë mund të pyesin në qendër të Ballit Kombëtar, numri i telefonit tonë 038 549 568, qendra e Ballit në Prishtinë, edhe atje me siguri do të japin edhe ata arsyeën e vet pse më kanë propozuar mu këtu si kandidat i mundshëm për Parlament të Kosovës. Faleminderit. Atëherë, pasi që veç jeni në listën zgjedhore, cilat janë prioritetet që ju do t'i paraqitni në parlament? Mendojnë nga komuna jonë këtu të gjitha ato prioritetet që ju do t'i bartni në parlamentin e Kosovës. Çka të them këtu në parlament të Kosovës, ti mendove për komuna për gjithë parlamentin? Mendova për komunë, ju që do t'i bartni prioritetet dhe do t'i qoni në parlament. Ne si e dim, komunë e pa zhvilluar. Komunë që gjeografikisht jemi të ndatë prej Kosovës. Kështu, kemi një hall të papunësisë madhe. Industri të zhvilluar nuk kemi. Ne angazhohemi për një zhvillim
ekonomik të bazuar në mundësitë reale të Kosovës dhe viseve tjera shqiptare. Angazhimi jonë në parlament dërtosht që të kërkojmë atje që këtu të natruhet ambienti, të zhvillohet turizmi, të zhvillohet blegtoria, është vend ku kemi shumë kullosa kurse ne nuk i shfrytëzojmë ato, rrinë të shprazura. Kemi vend ku mund të zhvillohet turizmi veror edhe ai dimnor, këto do ta potencojmë mas shumëte që këtu të mirët me turizm, megjithse tash ekonominë e vogël, për shembull mini fabrika, mini ferma e gjithë ato, do të mundohemi që të kemi këtu një bank agrare ku do të kenë gjithë fshatarët, do t'i kenë për të kursye mjetët e veta, po edhe për t'ju dhonë kredi atyne, për t'i realizue këto gjithë tjetë. Këto do t'i kishna bo kështu si pikë, me pikat shkurta po mendoj. Radio Shari. Radio Shari. Të nderuar dëgjuese, jeni në valën 100.1 MHz të Radio Sharrit në emisionin Votoni për Kosovën. Për të gjithë ata që vetëm sa janë kyçur në këtë emision, të ftuar në këtë emision pra janë përfaqësuesit e ballit kombëtar të Kosovës, zotëri Xhevdet Tahiri, kryetari i Komitetit të Ballit Kombëtar, njëherë dhe kandidat për deputete, si dhe Miradin Qafleshi, nën kryetar i Komitetit të Ballit Kombëtar dhe kandidatë. Zoti Xhevdet, tër Kosova voton për 100 vende në parlament, kurse parlamenti i ardhshëm i Kosovës do të ketë 120 vende. Çka mund të na thoni për këtë? Për këtë, s'muj shumë gjithë. Ne di se është bëni e pa drejt këtu, ndaj neve shqiptarve. 120 vende i parashe parlamenti, 20 vende ju lihen minoriteteve, që do të thot afër 9% kështu pikë, kurse minoritete këtu ka 3 deri 4%. Po kjo nuk do të është shumë tragjike, na prapë duhet dalim të votojmë edhe ti mbi votojmë që t'i zom këto 100 vendot që na takojnë e për minoritetet atërës. Po mendoj se është bënie pa drejt, po edhe këtë pa drejt kësiheri do t'a barim deri në zgjedhjet parlamentare të ardhshme, atëherë kur do t'a kemi një Kosovë pamvarur si shtetë tonën, e atëherë do t'i bëjmë zgjedhjet në rregull, se tash edhe si dihet këto i ka organizue OSCE-ja e UMNIK-u, do me thonën nuk është shumë problematike për këtë herën, po prapë mendoj, thëmë se na është bëni pa drejt, po këtë do t'a rregullojmë me të ardhmen të tje. Kur dihet këtu fare mirë se janë 100 vende, do më thonë të partive shqiptare, atëherë, a mendoni se pas zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë do të ketë ndoshta krizë qeveritare, duke llogaritur këtu se ndoshta asnjëra parti nuk do të merr shumicën absolute në parlament? Krizë qeveritare, po mendoni. Tash është problemi kështu. Qofse na shqiptarët që kemi ditë për të punojmë për Kosovën, me shumë një presion të madh, kemi ditë të luftojmë për Kosovën, ditëm në zgjedhjet komunale të dalim me një metodë kështu që edhe perëndimin e kanë befasuar. Mendoj se këtë herë sidomos të dy partitë që trajtojnë veten si më të mëdha, duhet të jenë pak më në bashkëpunim e ta largojmë këtë krizë që ndoshta edhe do të ngjaje, po nuk e besoj. Mendoj se shqiptarët janë aq të mençur. Akademia e Shkencave duhet të kyçet këtu që gjithë politikanët, përmeç deri te zoti Kajtas Fazlia që kemi në atje kryetar të ballit, domethënë besimi im është se nuk do të ketë nëse nuk shkojmë ka ajo që dikush duhet t'i merr shumicën e votave. Ndoshta jo 60%, po në t'i merr 50, 40, 30, do të bëjnë partitë e djatha koalicion, të mëjtat koalicion, ato të qendrës
disa do të shkojnë ka e djallta, disa ka e mëjta, dhe më thonën që mendimi im është që nuk do të ketë aq krizë të madhe. Ndoshta edhe do të ketë se është pikë kryesore edhe gjendja ekonomike këtu, që do të ketë njerëz që të mund të manipulohen, po prapë ka aq njerëz të mençëm, edhe aq njerëz që e dojnë Kosovën që nuk do ta lejojnë që të vjen deri te një krizë qeveritare këtu në Kosovë. Faleminderit zoti Gjevdet, atëherë si duket radhën mund t'ja japim edhe Miradin Qafleshit, nën kryetar, një herët edhe kandidat. Zoti Miradin, si e parasheh partia juaj realizimin e pavarësisë së Kosovës? Unë pikëspari përshëndes gjithë dëgjuesit e Radio Sharrit dhe gjithë elektoratin dhe simpatizuesit e ballit kombëtar. Në zgjidhjen e përfundimtar dhe vullnetin e popullit, kjo propagandë do të jetë kontraproduktive për ballin, pasi që këtë punë duhet kryer me anë të parlamentit. Në periudhë të ardhshme 3 vjeçare, parlamenti me shumë subjekte politike për sigurimin e pavarësisë janë të paqëna dhe fluskat të dukshme që balli kombëtar është parti në pozicion të djathtë dhe kërkesa programore e bashkimit në një shtet të përbashkët shqiptar, si shtet natyror. Ka që kisha të thënë për këtë? Faleminderit zoti Miradin. Atëherë, çfarë do të bëni në lidhje me familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe ish ushtarëve të UÇK-s? Ne si parti do të angazhohemi më shumë kujdes që pjesa e popullatës, jo vetëm këta të UÇK-s, që tani ka mbetur pa pensione, pa kujdes social, që ne dhe në mëshirën e askujt të zgjidhet sa më shpejt dhe sa më mirë. Kjo vlen edhe për invalidët e punës, edhe për invalidët më të meta, e sidomos për invalidët e luftës edhe tani këta të UÇK-s. Ne si parti do të kujdesmi dhe për t'ju siguruar punësim, jo para, punësim, mjete materiale, banim dhe kushte për ngritjen e familjeve të tyre në të gjitha sferat shoqërore. Keni përshtuar zoti Gjevdet diçka lidhur me këtë pyetje? Rreth invalidëve të luftës. Po, familjeve dëshmorë dhe invalidë. Siç tha edhe nën kryetari, nuk do t'i lëmë që familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës që të presin lëmosh prej dikuj. Do të angazhohemi sa më shumë që ata të kanë punë dhe ta ndinë veten të zot të vetës. I kanë dhënë ata shumë Kosovës. Mund edhe tash si invalid ose si familje dëshmorëve prapë të japim. Do t'ju sigurojmë punë që ata të janë zot të vetë, të kanë personalitetin e vetë. Thonë se ne i kemi dhënë, ne mundim edhe më shumë. E mos t'i lëmë t'ju premtojmë si disha t'ju premtojnë para pallate atë. Po ata kanë dhënë shumë për Kosovën që ne nuk mundim t'ja u paguajmë. T'ju japim punë që ata hala të veprojnë dhe të punojnë për këtë Kosovën. Këtë kisha. Radio Sharri. Zgjedhjet 2001 pra në valët e Radio Sharrit në frekuencat 100.1 MHz në emisionin Votoni për Kosovën, të ftuar sonte kemi përfaqësuesit e ballit kombëtar të Kosovës, për të gjithë ata që janë kyçur me vonesë. Pra kemi zotëri Gjevdet Tahirin, kryetari i komitetit të ballit kombëtar, një herë dhe kandidat për deputet, si dhe Miradin Qafleshin, nën kryetar i komitetit të ballit kombëtar dhe kandidat pra për deputet. Zoti Gjevdet, çfarë bashkëpunimi do të keni me partitë opozitare? Me marrjen e pushtetit, ju në kuptoni, ju shumë mirë dini se na kemi paraqit në Parlament Kosovës 60 delegat. Do me thonë, nuk kemi pretendime për të marrë pushtetin, kemi vetëm një pretendim, që ballin kombëtar me 8, 9 apo 10 delegat ta përfaqësojmë në Parlamentin e Kosovës, ta hupim atë imazhin se
balli kombëtar ditë rri vetëm në mal, po ne do të shtim tash që marrim pjesë edhe në parlament të Kosovës. Atë kemi, nuk pretendojmë për marrje të pushtetit. Sa i përket marrëdhënieve me parti tjera, ose parti opozitare ju që shbëngjuni, me parti tjera, na paka shumë në gjithë Kosovën një kemi marrëdhëniet e mira, se na jemi edhe ajo parti që këto parti tjera rrjedhin nga vetë balli kombëtar. Isha atëherës partia ballit kombëtar, partia nacionale, partia shqiptare, ishte edhe partia komuniste ose internacionaliste që kishte Slavë Macedonase, Ruse, Serbe, gjitha ta. Do me thonën, jemi e vetëmja parti shqiptare për 1939 në realitet, për 1939 që gjithë këto partit paka shumë rrjedhin prej ballit kombëtar. Ka që dhe nuk kemi marrëdhënie, ju shumë mirë dini si balli kombëtar ka pas marrëdhënie të këqija me komunistët e me serbt, me shkirt po mendoj, nuk I ka pas marrëdhënie të prishta me vetë shqiptarët. Faleminderit, nëse vjen deri te ajo që patjetër partia juaj të lidh koalicion për hir të marrjes së pushtetit në Kosovë, me cilën parti mund të lidhni koalicion? Partia ballit kombëtar është partia djathtë, dhe mas asaj është ajo që do të lidhim koalicion me gjithë partitë e djathta. Po mendojnë partitë e djathta në kuptimin e plot të fjalës. Partitë e djathta janë ato parti për shembull që kanë kryetarët, se unë që jem ose kryetarët qendror një mandat apo dy mandate partitë djathta në kuptimin e plot të fjalës partitë e djathta. Me ato do të lidhim edhe koalicionin. Pa marrë parasysh unë qysh qendroj apo kryetari I ndonjë komiteti tjetër të ballit kombëtar. Domethënë partia e ballit e ka prioritarat djathtën dhe me gjithë partitë e djathta do të lidhim koalicion. Balli kombëtar do t'i jep rëndësi të posaçme zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë. Dhe nga qeveria e ardhshme e Kosovës do të kërkoj që urgjentisht ta bie dhe miratoj ligjin mbi tokën bujqësore, mbi ujrat, pyjet dhe zbatimin rigoros të tij. Nga qeveria do të kërkoj regresimin e lëndës e parë, premit për prodhimin e mishit, qumshtit dhe produkteve tjera deficitare, të siguroj kredite volitshme për ekonomi familjare, për merret bujqësor, për gjelle për shembull rastësore, mekanizmin e tjera. Për këtë qëllim, të themelohet banka agrare dhe kushtimorja fshatare, të themelohen punktet zhvillimore në përqendra të mëdha fshatare, të sigurohet shkollimi mesëm dhe I lartë nga lëmi I kësaj dege të ekonomisë. Të punojmë për urbanizmin e fshatit kosovar dhe në ndërtimin e infrastrukturës globale si dhe superstrukturës rëndësi të posaçme do të jap zhvillimit të rrugëve me viset rurale, furnizimit me ujë të pishëm, zhvillimit të rrjetit telefonik, sigurimit të rrymës si dhe ngritjes në objekteve shkollore, shëndetësore, kulturore dhe rekreativitetit sportive. Të gjitha këto do të ndikonin në parandalimin e migrimit të pa kontrolluar të rinisë fshatare drejt qendrave të mëdha dhe shteteve të huaja. Tani për tani, të pa përgatitura e të pa afta për pranim të këtij fluksi të ardhmen. Do të përkujdeset për hidroekonomi dhe shfrytëzimin maksimal të ujrave për ngritjen e mini hidrocentraleve, të cilat edhe nuk do të ndotin ambientin dhe do të furnizonin me energji rentabile. Në total, balli kombëtar do të angazhohet në ngritjen e infrastrukturës hidroekonomike, në njënën anë sigurimin e të gjitha fshatrave me ujë cilësor të pishëm e në anën tjetër eliminimin e ujrave të zeza të cilat perament paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzit. Në këtë balli kombëtar ka parashtruar shumë çështje, shumë probleme e shumë qëllime të gjitha për të mirën e Kosovës, shqiptarëve dhe të tjerëve. Domethënë do të ngrejmë çdo gjë që
këtu, si për shembull, si thash edhe më parë, ekonomi të vogla, e disa tjera. Faleminderit. Zoti Miradin, një pyetje për ju. Korniza kushtetuese e Kosovës nuk është kushtetutë e përsosur. Çka mendoni se nuk është paraparë me të? Ne si ballë kombëtar e kemi paraparë edhe si shtyllë dytë këtë çështje e cila neve na mundon se balli kombëtar dhe të të angazhohet që me punën e palocme dhe me koncepte të qarta për ardhmëri të bashkëpunojmë me faktorën ndërkombëtar, që sa më parë të nacionalizohen të gjitha ministritë, të cilat sipas kornizës së tanishme kushtetuese udhëheqen nga ministrat ndërkombëtar. Këto do t'i mbërri vetëm me punën tonë të palocme duke bindur faktorin ndërkombëtar se ne kemi djeni dhe fuqi për të udhëhequr vetëm edhe popullin e Kosovës me mençuri dhe puna e cila do të përkrahet dhe për të realizuar këtë qëllim është në interes të veçantë për ballën. Nga vitaliteti i udhëheqjes së shtetit është kryesore dhe i pavarur prej ndërkombëtarëve nga në krye të ministrive, për shembull to që ne në kornizë kushtetuese nuk e kemi ministrinë e mbrojtjes, ministrinë e punëve të brendshme, ministrinë e drejtësisë dhe ministrinë e punëve të jashtme, të cilat tani për tani udhëheqen nga ndërkombëtarët. Po që nëse ne nuk punojmë dhe nuk udhëheqim shtetin si duhet, këto ministri do të udhëheqen prapë nga ndërkombëtarët. Dhe po që ne do të bashkëpunojmë së bashku me të gjithë partitë tjera, do të thotë se ne do t'ju tregojmë botës se këto ministri do t'i marrën duart tonë dhe të udhëheqim shtetin bashkë me partitë tjera. Radio Shari. Radio Shari. Të nderuar dëgjuesi, jeni në emisionin Votoni për Kosovën, për të gjithë ata që në këto çaste kanë hapur aparatet e veta të radiove. Pra, është emisioni Votoni për Kosovën, ku të ftuar në këtë emision kemi përfaqësuesit e ballit kombëtar të Kosovës, Zotëri Gjevdet Tahirin, kryetari i Komitetit të Ballit Kombëtar, njëherë dhe kandidat për deputete, si dhe Miradin Qafleshin, nën kryetar i Komitetit të Ballit Kombëtar dhe kandidat për deputete. Zoti Gjevdete, na të gjitha pyetjet të cilat i kemi paraparë si të rregullta, pra u përgjigjet në të gjitha ato, atëherë kemi edhe pyetjet rezervë, pra shtesë për këtë emision, çka e dallon partinë tuaj nga partitë si motra. Këtu nuk ka një dallim të madh. Është një dallim shumë i vogël që do ta sqaroj unë pak a shumë. Këtu partia jonë na dallon prej partive si motra ose prej partive të djatha, me atë se na nuk kemi pretendim për marrjen e pushtetit. Na kemi pretendim bashkimin gjithkombëtar. Ajo është esenciale te partia jonë, ajo është dallimi përndryshe me partitë si motra. Kemi edhe marrëdhënie të mira, po them ajo është ajo esenciale që ne nuk pretendojmë që të marrim pushtetin tash në to zgjedhjet parlamentare, po kemi vetëm atë pretendim që të marrim pjesë në parlamentin e ardhshëm të Kosovës. Kaq kisha bërë. Faleminderit, atëherë edhe një pyetje tjetër, pse partia juaj nuk kënaqet me pavarësinë e Kosovës? Partia jonë nuk kënaqet me pavarësinë e Kosovës, dihet arsye. Balli kombëtar në ballë të kombit, do me thonë, parti kombëtare është, edhe pa u bashkuar gjithë trojet etnike shqiptare, apo trojet natyrore shqiptare. Nuk mundimi ne të kënaqemi, ne kemi në program, kemi në status kemi në programin e status bashkimin e trojeve shqiptare. Nuk mund, po ne do të pajtohemi me këtë që të vjen pavarësia e Kosovës, që gjatë asaj parlamenti i Kosovës, delegat të Kosovës, njerëz të Kosovës të punojnë drejt bashkimit kombëtar me kohën. Ne ndoshta do të jemi ata që do ta ngusim, do ta shpejtësojmë procesin.
Ajo është pse nuk pajtohemi na me këtë. Na pajtohemi me pavarësinë e Kosovës me një kusht që Parlamenti i Kosovës, qeveria e ardhshme e Kosovës të punojnë drejt bashkimit kombëtar. Ka që kisha edhe për këtë. Pra të ndëruar dëgjues, minut pas minute ju afrohem edhe fundit të emisionit të ton, atëherë zoti Miladin, çfarë mund të na thoni për fund? Për fund dua t'i përshëndes të gjithë qytetarët e OPOS dhe pikës parit përshëndes edhe elektoratin e ballit kombëtar, dhe gjithë do të thotë që ata që të marrën pjesë në zgjedhjet e nëndorit, që nga 3 tetori dhe deri tani përfunduan 2 javë pa kuni farë eksesi. Unë dëshiroj dhe kam dëshirë që deri në ditët e fundit dhe deri të kryen këto zgjedhje që të mos ketë kuni farë eksesi, të kalojnë pa kuni farë problemi, që opoja si traditë që ka, të mos ketë luftë vllavrase, të mos ketë probleme në mjet partive, të mos ketë probleme në mes veti, dhe dua një herë t'ju them se mos të harroni edhe numrin 19 e partisë tonë, e cila ka numër partia Ballit, pra nuk dua t'ju them që të votoni për Ballin, votoni për atë që vetë dëshironi, por kam dëshirë pak që edhe Balli të marrë disa vota në këtë trevën tonë, e cila ka qenë ballizë qysh herët. Ka që kishe për këtë. Faleminderit, zoti Gjevdet. Si zakonisht, kësaj here, ndoshta e din, e ndoshta se din, një herë kërkoj falje nga elektorati, jo që dola i pa pregaditun, po isha edhe aq i prekun, që rasti që ndodhe në Skënderaj, ishin njerëzit që unë personalisht i njifsha, ishin njerëzit që kanë punue, kanë tradit, kanë punue për partin tonë, për ballin kombëtar, janë bit e ballistëve, po mendoj bit e ballit kombëtar, si për shembull Bekim Kastrati, nip i Shavon Palluzhës, ku mu më prekja, jo jashtëzakonisht, jo frikë që pata, jo çdo asaj, po prapë se prapë isha të qysh i prekun edhe ky emision sot paka shumë dola për hir apo për hatër të kësaj popullatës që mos thojnë nuk duhet balli. Dola për atë për hir të elektoratit ballit kombëtar. Mendoj edhe një herë, i përshëndes gjithë dëgjuesit e Radio Sharrit, elektoratin përgjithësi të gjithë partive, ma shumë edhe atë ballit kombëtar, e përshëndes edhe këtë stafin e Radio Sharrit që organizuan këtë vizionin votoni për Kosovën. Tash kisha thënë edhe një sent, duhet i njoftoj gjithë antarët, dashamirët, simpatizuesit e ballit kombëtar, se nesër zyrtarisht në ora 15 në Prizren hapët elektorati parazgjedhor i ballit kombëtar në Prizren, ku balli kombëtar e njeh si kryeqytet shpirtënor të gjithë shqiptarëve të gjithë kombit shqiptar. Për atë edhe i herë edhe une kisha bën një lutje të gjithë elektorati, pa marë parasysh, pa dallime partijake, që t'jemi sa modest, të zhvillojmë një fushat parazgjedhore moderne, modeste, pa ekscese, pa pretendime, ne si që dim edhe vetë, si për shembull gjithë kandidatët, kemi pak mundësi të marrim edhe vend në parlament në bazë të elektoratit që e kemi këtu. Për atë kisha lutë që dëgjintemi sa ma mirë e të zgjasim dorën njëri tjetrit, t'jemi ma komplet. Tash edhe i herë, ju kisha dëshiruar natë të mirë, edhe juve, zoti Abbas, gjithashtu edhe shumë faleminderit, jeni ndër gazetarët që une kam një respekt jashtëzakonshëm. Keni pyet pak ma ashpër sonde, po herën tjetër do të hakmirëm. Faleminderit. Natën e mirë gjithë. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët emisionin Votoni për Kosovën, të ftuar në këtë emision kishim përfaqësuesit e ballit kombëtar të Kosovës, zotëri Gjevdet Tahirin, kryetari i komitetit të ballit kombëtar, njëherë dhe kandidat për deputet, si dhe Miradin Qafleshin, nën kryetar, njëherë dhe kandidat për deputetin. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.